që kemi për të reflektuar gjithë pas një dallim të majt djathtë socialist demokrat. Ngjarja e djeshme është një ngjarje që na kërkon ne këtu të fillojmë të kuptojmë se si zbatohen ligjet tona. Shembulli që dha zoti Braçi është kuptim plot. Nëse ne si kuvend do mjaftohemi me heqjen e pikëve në patent, një ngjarje të tillë, kjo është e rëndë për ne. Dhe prandaj po diskutoj edhe me kryetarin e Komisionit Ligjeve në kushtet që jemi pranë një faze të rishikimit të kodit penal. Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë nuk i di të tjerat, po Gjykata e Lartë e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka vendosur konceptin e vrasjes në kushtet e vetbesimit tepruar. Dhe si koncept në rastet e këtyre. Por zoti Manja më shpjegoi edhe raste të tjera në Gjermani apo vende të tjera. Kështu që mendoj koleg që përgjigjja jonë në këtë rast do të jetë e menjëhershme, sapo të kemi mundësinë që të ndryshojmë kodin. Dhe kam edhe thirrje për Policinë e Shtetit, e cila këtë rast duhet të analizoj me shumë vëmendje. Këta të fortët e lagjeve, këta duhen bërë shembull gjithë. Këta të fortët e lagjeve duhen kontrolluar mjes, drek, dark, dhe këta të fortët e lagjeve nuk kam se të kenë fare patent. Këta duhet gjetur çdo lloj arsye për t'i pamundsuar në vlerësimin tim, me të drejtën e fjalës që ma jep kushtetuta zoti Berisha. Tani besoj edhe ti je dakord që këta të fortit duhen bërë shembull nga Policia e Shtetit në çdo komunitet. Ktu e mbyll këtë çështje për të shkuar përsëri po në të njëjtën fushë. Ju kam dëgjuar sot që të sulmoni reformën drejtësi. Dhe e bëni këtë 2 herë në muaj tek dera e institucionit prokurisë posaçme dhe të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dhe mendoj që reforma në drejtësi është një sukses. Ne jemi një vend që nga viti 1912 nuk kemi pasur drejtësi, por suksesi më i madh i reformës tonë në drejtësi, zonja e zotërinj, është që ka të majtë dhe djathtë socialistë dhe demokratë që sot përballen me drejtësinë. Nuk do t'ja kishim arritur kurrë kësaj dite që para drejtësisë të shkojnë gjithë. Dhe drejtësia, unë nuk e di pse bërtisni, por kur flisni ju ne nuk bërtasim. Padyshim që radhën e ka ata që i kanë futur duart në xhep qytetarëve. Dhe reforma në drejtësi përfaqëson një nga transformimet më të rëndësishme institucionale. Thirrja ime për ju është t'i lini sulmet personale ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve. Koleg, ju lutem mos ndryshim nga salla. Prokurorët dhe gjyqtarët Koleg, ju lutem, bëjnë një mos ndryshim nga salla. Për të cilën ja kemi besuar ne në ndryshimet kushtetuese. Koha kur ky parlament emëronte prokuror apo gjyqtar ka përfunduar. Ne votonim në këtë sallë për të emëruar gjyqtar, nuk ka më. Dhe sa i përket akuzave, ka një standard. Kushdo që ka një akuzë të shkoj, ta bëj, ta depozitoj atje. Javën e kaluar, ditën e njëjtë, jam gjendur në gjykatën e krimeve kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, do kisha shumë dëshirë që njërin prej personave të ishte aty. Megjithatë, kam vlerësuar lart procedurën që bënte gjykata, ku edhe në cilësinë e dëshmitarit s'duhet harrosh kurrë se përpara se ti jesh politikan, je një qytetar i thjeshtë. Dhe respektimi i rregullave dhe i ligjit duhet të jetë rregull për gjithë. E fundit,
që lidhet me një çështje që u përmend tu nga parafolsi. Sa i përket një raportimi normal në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme në Kuvendin e Shqipërisë. E para e thash aty, po e them edhe ministrit. Ministrat duhet kuptojnë që Kuvendi është pushteti ku nuk shmangesh dot për të raportuar. Kuvendi është pushteti legislativ ku je i detyruar të paraqites sa herë të thirrë Kuvendi. Dhe ajo që ka ndodhur sot në Komisionin për Europën Punët e Jashtme duhet të jetë një punë e përjashtme, e përmuajshme për të mbajtur të informuar Kuvendin për gjithçka bën, shtuar këtu dhe një autoritet veçantë që ja ka dhënë ligji për rolin e Kuvendit të Shqipërisë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, ku për çdo pozicion negociues, për çdo hap që hedh Shqipëria drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, duhet që të informohet Komisioni. Tani, zoti Klliçi, atë që ju thash në Komision, po ja them dhe këtu. Ministri ynë i jashtëm është një prej ambasadorëve më të mirë që ka pasur Shqipëria në këto 35 vjet. Ka punuar me të gjitha qeveritë. 2 herë me qeveritë e Sali Berishës kur ju ishit pushtet dhe 2 herë me ne kur ne kemi pasur nderin e madh të qeverisim vendin. Dhe e vërteta është që Ferit Hoxha është duke bërë një punë të shkëlqyer, një kohë kaq shkurtër që ka marrë Ministrinë e Jashtme dhe sa i përket asaj që thua ti, edhe sulmeve të natyrës personale që bëni ndaj një ambasadori apo ministrit jashtëm pa pasur asnjë lloj lidhje, ndërkohë që referoheni standardit që kemi vendosur ne nuk merremi as me vëllezrit, as me motrat e as secilit prej jush. Tani, e vërteta është që, ju lutem koleg mos u provokoni, e vërteta është që përgjigjen ta dha ministri, ndërkohë që besoj duhet ta kishte ndarë dhe me kolegët e grupit tënd parlamentar të Partisë Demokratike. Keni 2 muaj, 3 muaj që dilni e bërtisni, jo i Bari ka dështuar, jo njëri sot Tritani po nuk është këtu, tha i Bari është rrëzuar, ndërkohë që i Bari ende nuk është shqyrtuar nga Këshilli. Erdhi Tritani aty sota, e ka rrëzuar Këshilli, ndërkohë që s'është zhvilluar mbledhja. Dhe e vërteta është, siç u tha ministri, dhe unë po citoj jo ministrin tim të jashtëm, të Shqipërisë tonë të përbashkët, por po citoj, po mirë, dakord, ti më rregull je vëlla, ti fut një paçe, po unë po flas për gjë tjetër, patjetër. Dhe ajo që po flasim për Kaja Kallas, ministrja e jashtme e Europës, e cila tha që padyshim tha që Shqipëria tha bashkë me Malin e Zi janë 2 vende pararoj, që Shqipëria dhe Mali i Zi do të jenë 2 anëtarët më të reja të Bashkimit Evropian, që Shqipëria në fund majit apo në fillim qershorit do të miratoj raportin për piketat e ndërmjetme, për ata që se din ky raporti për piketat e ndërmjetme është ky i Bari i famshëm, dhe që Shqipëria sot është pas 12 vitesh kur Serbia hapi negociatat, në janar të 2014-ës Serbia hapte negociatat. Ne i hapëm negociatat 10 vite më pas, për shkak se në atë kohë kishim as statusin e kandidatit kur ikët ju nga pushteti, dhe sot e kemi lënë Serbinë mbrapa, dhe për shkak se kemi një metodologji të re që nuk ishte për Serbinë dhe Malin e Zi, ne prap jemi shumë përpara Serbisë. Dhe këtë fakt nuk do ta mohoj askush prej jush. Sa kohë që Shqipërinë e kemi adeun ton përbashkët, merrni guximin, dilni përtej urdhrave të partisë dhe thoni Shqipëria jonë e përbashkët sot në rrugën e integrimit evropian është përpara Serbisë. Mjaft
Patjetër, unë ty t'i injoroj se ty të përdorin si shtoshte një ish kryeministër për New York Timesin. Ma me si thoshte një ish kryeministër për New York Timesin, kështu të konsideroj dhe unë ty. Faleminderit. Zoti Kliçi, keni